të gjithë, se s'duhet i fut gjithë në thes, janë vërtet luftëtarë të vërtet në luftën ndaj korrupsionit dhe ne duhet i mbështesim. S'mund ta quaj kur vetë zëdhënës, as kam qenë, as jam zëdhënës i Spakut, por në parimet e mia dhe në dosjet që unë kam investiguar, si incenerator, dosja 5D, Kryebashkiaku i Tiranës dhe shumë dosje të tjera, kam parë që disa prokurorë tyre çështjeve kanë qenë njerëz të ekut, kanë qëndruar dhe kanë shkuar në akuza shumë të rënda dhe është vërtetuar ajo që ne kemi investiguar. Dhe nuk ka nevojë të bëhesh zëdhënës i tyre. Mjafton që ajo që ti ke publikuar me atë që kanë ata kanë hetuar, kuptohet që hetimet janë më të thella, sepse unë nuk kam pasur akses në arkiva dhe në dokumenta deri ku kanë shkuar ata. Por kanë treguar seriozitet dhe ky lloj serioziteti, profesionalizmi dhe betejë drejt për drejt që kanë bërë, tregon që ne duhet i mbështesim si gazetarë. Nuk kam pasur ndonjëherë presion që vinte nga në mënyrë të drejtë për drejtë, ka pasur, por më shumë presionet dhe luftrat kanë qenë nga ndyrësia mediatike, do ta quaja unë, që ndodh në Shqipëri, kryesisht nga aparati e korrupsionit të politikës që jepen për njerëz që siç e rasti inceneratorëve që blihen mediat për pos milionave të eurove që janë marrë nga inceneratorët blieshin media, portale, televizione, sulme, akuza anonime, që në fakt mua nuk më shqetësonin sepse ti e di unë kam shumë qef unë vdes të më shajnë. Dhe kur shkoj në ekstreme kam dëshirë pasion të madh. Unë mendoj që jam një nga njerëzit që njoh mirë dhe jam një njeri që kemi shumë vite që jemi bashkë, që kur ke qenë në Top Channel, që me problemet që kam pas unë ato vite të vështira edhe e njoh, mendoj që jam nga njerëzit që e njoh karakterin tatë jashtëzakonisht mirë, edhe për familjen tatë. Dhe kam qenë dëshmimtar i shumë rasteve që njerëzit më vinë për gjona të vogla, e më ngacmojnë për ju dhe i them që mos më flisni për Elvin, unë kam misi dhe tek pjesa që po i themi fjalë Elvit për këtë punë dhe për këtë punë, mos më thoni sepse është kontrapedal dhe nuk ngjijon njeri dhe nuk i shkel parimet e vet.